Besimi mes heshtjes dhe ekspozimit publik Kreshma katolike, Ramazani dhe sfida e ekuilibrit në një shoqëri pluraliste. Në një vend si Shqipëria, që prej dekadash krenohet me bashkëjetesën fetare, mënyra se si besimi shfaqet në hapësirën publike mbetet një temë e ndjeshme, por e domosdoshme për debat qytetar. Jo për të vënë besimet përballë njëri tjetrit, por për të kuptuar se si media, institucionet dhe vetë shoqëria i trajtojnë ato. Këtë periudhë të vitit, shumë besimtar të krishterë katolik ndodhen në Kreshmë, një kohë reflektimi, sakrifice, pendese dhe përullësie shpirtërore që në vetë thelbin e saj përjetohet në heshtje. Është një periudhë e brendshme, më pak e dukshme në rrugë, më pak e zhurmshme në ekran, më shumë e lidhur me ndërgjegjen se sa me shfaqjen publike. Në traditën e krishterë, raporti me Zotin nuk ka nevojë për bujë, përkundrazi, forca e tij qëndron pikërisht te qetësia, te përmbajtja dhe te devocioni personal. Në të njëjtën kohë, muaji i Ramazanit shpesh zë një hapësirë më të madhe publike dhe mediatike. Kronika televizive, urime zyrtare, transmetime të drejtpërdrejta, reportazhe, iftare publike dhe mbulimi i përditshëm në portale e rrjete sociale e bëjnë këtë muaj dukshëm më të pranishëm në sferën publike. Kjo ka bërë që për disa qytetarë të lindë pyetja nëse po ruhet i njëjti standard trajtimi për të gjitha besimet, apo nëse vëmendja publike dhe mediatike po anon më shumë nga njëra anë. Kjo pyetje nuk duhet lexuar si kundërshtim ndaj një feje apo ndaj praktikimit të saj. Shqipëria nuk ka nevojë për krahasime që prodhojnë tension, por për reflektim mbi mënyrën se si menaxhohet dukshmëria e besimit në një shtet që, të paktën në parim, duhet të qëndrojë i barabartë ndaj të gjithëve. Çështja nuk është pse Ramazani i pasqyrohet. Çështja është nëse Kreshma, Pashka apo periudha të tjera të rëndësishme të komuniteteve të ndryshme fetare marrin të njëjtin seriozitet, të njëjtën ndjeshmëri dhe të njëjtin respekt në diskursin publik. Në thelb, kemi të bëjmë me dy mënyra të ndryshme të jetimit të fesë. Njëra është më e brendshme, më e heshtur, më pak e prirur për të shfaqur. Tjetra ka edhe dimension të fortë komunitar e publik, që natyrshëm tërheq më shumë vëmendje mediatike. Kjo nuk e bën njërin më të vlefshme se tjetrën. Por, kur njëra mbetet pothuajse e padukshme, ndërsa tjetra mbulohet gjerësisht, krijohet përshtypja e një pabarazie simbolike që nuk duhet injoruar. Mediat kanë përgjegjësi të veçantë në këtë pikë. Ato nuk duhet të funksionojnë sipas logjikës së zhurmës, por sipas parimit të ekuilibrit. Nëse një shoqëri pluraliste dëshiron të ruajë harmoninë, atëherë duhet të di të jap hapësirë të barabartë për shprehjet e ndryshme të besimit, pa rënë në folklorizëm, pa spektakularizim dhe pa krijuar idenë se një identitet fetar është më i dukshëm ose më i rëndësishëm se tjetri. Po aq e rëndësishme është edhe gjuha publike. Shqipëria nuk është dhe nuk duhet të perceptohet si vend i një identiteti të vetëm fetar. Ajo është shtëpi e një bashkëjetese të ndërtuar me vështirësi historike, me kulturë tolerance dhe me një ekuilibër që duhet ruajtur me maturi. Çdo tejkalim mediatik, institucional apo propagandistik, sado i pafajshëm të duket në sipërfaqe, mund të ushqejë ndjesi përjashtimit të komunitete të tjera. Prandaj, debati nuk duhet ngritur mbi bazën e kundërvënies njëri kundër tjetrit, por mbi parimin e barazisë në përfaqësim dhe respekt. Kreshma nuk ka nevojë për zhurmë që të ketë vlerë. Ramazani nuk duhet parë me paragjykim sepse është më i dukshëm. Por as media dhe as institucionet nuk duhet të krijojnë perceptimin se një praktikë shpirtërore meriton jehon të madhe, ndërsa tjetra vetëm heshtje. Në fund, ajo që i duhet Shqipërisë nuk është më shumë zë për njërin dhe më pak për tjetrin. I duhet më shumë maturi, më shumë ekuilibër dhe më shumë kulturë institucionale në trajtimin e fesë në hapësirën publike. Sepse besimi i vërtet nuk matet me sa herë përmendet në televizion, por me seriozitetin dhe dinjitetin me të cilin respektohet.